Mirë dita. Çdo gënjeshtër i ka këmbë të shkurtra. Çdo gënjeshtër është i turp, është vetvete një amoralitet. Por gënjeshtrat në rang ndërkombëtar janë turp botëror. Dhe këtu unë do të denancoj para shqiptarve një turp botëror të Edi Rams dhe Haranbegajt, të cilët do të hynë në librin e Guinness si mashtruesit më të pacip të opinionit publik. Kur nga vjeshta e kaluar, Edi Rama u paraqit ose paraqiti para shqiptarëve dhe botës një avatar, diellën, si institucioni i inteligjencës artificiale, e emroi ministër dhe dekretoi ministër Haram Turpi, ne ngritëm zërin. Ne thamë që ky është një blof dhe vetëm një blof. Se diella është një mashtrim dhe vetëm mashtrim, por të vjedh disa milion euro dhe asgjë tjetër. E vërtet, Edi Rama e paraqiti ministrin Diella si të gjithë fuqishmin në luftën kundër korrupsionit. Për fat të keq, media ndërkombëtare fillimisht u mashtruan nga ky blof i turpshëm, nga ky akt i pa precedent në historinë e botës. Ndërkohë që diella s'kishte asnjë lidhje me urtësinë artificiale, nuk kishte asnjë element të saj, ishte thjesht një avatar bosh, një blof i Edi Rams për të maskuar vjedhjet e tij të tmerrshme që do të dëshmoheshin dhe që dëshmohen çdo ditë. Për sa më sipër, fal një eksperti ndër më të shquarit e fushës ndërkombëtar, Patrick Quirk, i cili i ka kushtuar ditë dhe javë të tëra zbërthimit 1-1 të diellës, ai nxjerr se ministra Diella nuk ka absolutisht as dhe një qelizë të vetme të urtësisë artificiale. Zero. Se është fundëkrye, është një avatar pa asnjë atribut për korrupsionin, pa asnjë ndërfaqe, e tjerë. Një shkrim i gjatë i një profesionisti të përgjegjshëm, ndërkombëtarisht të njohur në këtë fushë, nxjerr në pa të gjithë shëmtinë e mashtrimit Rama-Begaj-Begaj-Rama, të cilët përdhosën kushtetutën, përdhosën moralin e shtetit shqiptar, mashtruan shqiptar dhe botën, duke emëruar një ministre, një botë pa asnjë funksion për korrupsionin.
pa asnjë atribut, pa asnjë aftësi. Ky është një krim i shëmtuar. Kushtetues. Kjo është një damkosje tjetër e imazhit të Shqipërisë në Europë dhe në botë. Sikur të kishte minimumin një nonagram moral, Edi Rama pas zbulimit të këtij skandali duhet të jepte menjëherë dorëheqjen. Do të pasonte pas tij pengu i Edi Ramës. Harambegaj, por të lidhur në krim njëri me tjetrin, asnjëri nuk pranon të jap dorëheqjen. Dojen qytetarë shqiptarë që do të tregojnë vendin këtyre mafiozëve që tallen, që shtrojnë Shqipërinë në një tallje botërore. Medjave do të nisim artikullin e plot, studim, se si ky ekspert i fushës, duke analizuar me seriozitetin më të madh të gjithë pretendimet, mashtrimet të Edi Ramës dhe të qeverisë tij, nxjerr se diella është një botë bosh, pas një ndërfaqe, pas një komunikim, me asgjë, thjesht një figurë veshur me rroba kombëtare të një artiste të njohur, që edhe ajo i ka hedhur në gjyq për të drejtat e saj. Diella është vepër e grupit më të rrezikshëm strukturuar kriminal, Edi Ramës dhe lindave të Akshit, Ergys Agasit dhe Ermal Beqirit. Turpet tilla kombëtare nuk kryen as kërkush, as një kryeministër. Edhe një herë, diella është një bosh blof pas një funksion. E falenderoj shumë studiosin, ekspert e mirënjohur, i cili përzgjodhi të bëjë një punë shumë voluminoze, të çmuar, për të hedhur dritë mbi një mashtrim ndër më të mëdhenjt e kohës. Mbi një mashtrim të mediave ndërkombëtare nga Edi Rama, mbi një mashtrim të institucioneve ndërkombëtare. E vërteta është se deklarata pozitive u bën nga institucione shumë serioze. Sepse nuk mund të shkonte mendja se një kryeministër i një vendi mund të arrinte të mashtronte në proporcione të tilla. Ndaj dhe ky studim do të publikohet, do të shpërndahet në të gjitha mediat dhe u bëj thirrje mediave të japin kohën e merituar që shqiptarët të kuptojnë